Me Roma shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tuani Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë i kem prezant, edhe pse ditë vere, ditë nxehta, por publikun i kem gjithmonë prezant, por edhe sponsorët tonë. Ata që mësojnë realizimin e këtij emisioni është Abaza Electric Group, që bën instalime elektrike për objektet tuaja banesore apo në shtëpi tuaja kudo që ndodheni. Abaza Electric Group është më i shpejtë dhe më efikasi. Gjithë ju që po shihni emisionin, ju bëjmë dije që mund të lajmëroni në numrin e telefonit që regjia po e çet tashmë poshtë ekranit. Faleminderit shumë. Do të gjidje pak nëse doni. Është mobileria Elia do që gjendet në Babush, që bën shitjen e këndëve të ndryshme, mobilje të veçanta dhe me çmime shumë të lira dhe me cilësi dhe cilësi shumë të lartë. Faleminderit shumë edhe kësaj. Është shtëpia, faleminderit shumë. Është shtëpia e modës Menakon që nga viti 1992. Gjithë vipat tonë atje që nga viti 1992 shkojnë dhe gjejnë veshjen e tyre të duhur, ku atje ju mi pret pronari një njeri zotëni me të Zymberit, do atë kitje e fuqishme për tonë. Është Sharra kompania që ka rregulluar skenografin tonë të mrekullueshme fitimi dhe bestrimi, faleminderit shumë. Si dhe është porosit online, sigurt, faqja më e sigurt në Kosovë. Porosit online përndryshe është faqja më e sigurt në Kosovë dhe më e shpejt, ku aty mund të bëni porosinë e ura, çanta apo kuleta për ndonjë befasi apo ndonjë dhuratë që keni mi bë dikujt, sepse i ka urat e veçanta, përndryshe mua ma ka dhuruar një, mundi me po edhe cilësinë, janë shumë kualitative. Faleminderit shumë porosit online sigurt. Dorë gjidje. Shikues të dashur, të ditë të nxehta vere kur njeriu bëhet më agresiv, normalisht kemi nevojë pak për pozitivitet, jo pak për shumë. Ato fjalë gjenden zakonisht tek njerëz të mirë, tek njerëz të dashur, tek njerëz të urtë, dhe gjenden tek zemra e një njeriu që unë e quaj margaritar. Po besoj për dini kush është margaritari i klubit shqiptar. Me neve sonë të është Dao Demoko më i miri. Më së të bëjë datë të gjithë. Ma shumë që bloka, se kom posë mëtë. Ku ka hymbje më të mirë të emisionit? Ambasador të meriton. Meriton shumë shka, po kjo është një surprizë modeste. Faleminderit për ftesën. Do të vite edhe njerë për pasëndorë. Unë si të Këshia, ra ato, jasnikit të Andreqone. Faleminderit shumë. Çfarë ndrishti, e di unë. Faleminderit shumë që erdhe. Me ndërqofshë faleminderit për ftesën. Ja më tamam punat e i shtëpisë burr. E di, po... Moti se kom të Këshia. Nuk ka puna e moti. Është punë e mos për të projmë, se për mongë mos ka gajle. Asnjëherë një si Dao Demoku se të projmë. Nuk e di. Vallai edhe në undra me po se të pranë. Leta thonë tjertë ma mirë. Po që unë pe tham, unë jam tjetri. A thua? Po, ta kom pas thonë edhe njerë në emision, thash, kur të po më në ti bashkë një unë shqiptarë si im. A për di pse? Kjo është ju. Dy shqiptarë kanë thonë bashkë të një banë. Ishte në kohën e pasojeve të pushtimit, kur dy shqiptarë nuk bëheshin bashkë, a në rrethonat e liris e sidomos, kur shteti arrin t'i bën 18 vjetë, e unë për këtë arsye s'kam dashur të folë se para se t'i bëj shtetit 18 vjetë, para se të maturoj, të rritet, të kaloj kohën e adoleshencës e të krizave emergjente, ta thush të vërtetën, dikon e lindon, e fyn, edhe mjaft nga kanë levdu, mjaft nga kanë shoh, të shojnë edhe na popullin tonë, atë do t'ishte një me dërteti fatkesi e madhe. Prandaj, tash jemi pak ma komod, se ju kemi afru 18 vjetorit kur Kosova bo shtet, tash mund të thëmje dhe shupljakat vogële mja dhona atyni që i meritojnë. E vërtet. Ambasador, tonë zakonisht i ves kështu, ChatGPT-in tash të mos bo regull me vetë për njerës që i ka musafir, kur e veta ChatGPT-in, kush është Dao Demoku, më tha, për babën tam, tha nuk kap informacione. Për një shpiz as smullune. Do me thonë, ka një kuptim edhe një bukurikje punë se njeri këshyrë punë të veta, këshyrë punë të huja dhe me funë për tjerë. Që shumë e mirë. Për te kini të mirë që edhe nuk ludhësh, edhe nuk plakësh, edhe unë e kom gjithë pse. Hajde, ta në gjëj. Për arsye se ti nuk i bën golit e huja sikur na, për shembull unë i bëj golit e huja marrua, por Allah më bën. Unë kam qenë detyruar ti bëj golet e mia sepse kam qenë qaq i meqëm
sa gjatë kohës bombardimeve që zgjetën shumë, 78 ditë, unë në Luftë nuk shkova, isha në mërgim, edhe shih lajmet, e bënë nervoz, e shaj, e ha, u buhova krejt, nuk më isha me ecë, kur shkova te mjeku, tha, bënë analizën, tha, diabetin e bëjsh me shnet që nuk shërohet kur, tashë të tjetër dësh merresh me vetë vetën, kështu që nuk jam se kam qenë në burri mirë, si kam kësyrë punë të huja, po kam qenë i detyruar me u kthy vetëm ka vetë vetë dhe ka shëndeti, edhe këtu provej theksin se gjithë emisionin po kam dëshirë të orientojmë vetëm në përpjekjet për qetësi, qetësia është shëndet, qetësia është burimi i gjitha të mirave, në qetësi në mundësitë e ushqimeve të shëndetshme që ta ndihmojmë gjithat popullatët e cila ka nevojë, sepse njëherë në një emision kam thonë e kam menaxhu diabetin në disa prej ndëgjuesve e kanë kuptuar se e kam shëruar me diabetin. Diabeti nuk shërohet, diabeti menaxhohet. Edhe më kanë bë shumë kërkesa e kisha dëshirë që gjatë emisionit ja u them në fjalë. Po pa problem. Orientuese, sepse Prishtina i ofron dhe mundësi, e që të mundësi do të përpiqemi të realizojmë, të punojmë në ekipe mirë. Këtu kisha qef me njerëzit që e duan qetësinë, e duan të mirën, e duan dashurinë, e duan falënderimin, e duan të vërtetën, se vetëm i vërteti ka lënë. Falsi ka. Tha edhe më herët që keni thonë edhe në për intervista që qetësia është ADN-ja e jetës. Do me thonë, 2500 vjetë sa ka pe Epiktetit, Senekës, perëndorit madh Bizantit, Mark Aurelit. Qetësia është oqean i jodizuar që nuk jep rezultate dëmshme. Nuk ka shtëpi pa derë, nuk ka problem që nuk zgjidhet nëse në qetësi shkon te burimi. 5 vjet sa kam mbajtur emisionin Mendimin Pozitiv në Radio Kosovë, slogani fillestar i atij emisioni ka qenë kur pi ujë mendo për burimin. Edhe në kuptimin ekzistencial të jetës përditshme, uji është një prej substancave më të rëndësishme, diku 70% njeriu është i përbën për ujë, dhe ne kemi burimet ujore më të mirat që ka Europa, bile për disa për jetën e burimeve, ekspertët sloven kanë thonë, më i dobishëm është ky burim se burimet e naftës në Arabinë Saudite. E ne pak po shfrytëzojmë, pak kemi një huri, prandaj këtu kisha dëshirë të orientojmë bisedën me shumë dashuri, me shumë vullnet, me ndihmua atyre që kanë nevojë, nuk janë pak. Janë shumë. Me diabet, llogaritet jenë diku mbi 100.000 njerëz në Kosovë. Do me thonë prej atyne 209.000 lexuesët që kanë Facebook, sigurisht janë 20.000 kanë shkruar, kanë kërkuar ndihmë, sepse duan pak më shumë se si jep e që i ofron medicina zyrtare. E medicina alternative këtu jep mundësi shumë bëre. E që këtu kur jemi tek qetësia, a vlen kjo edhe për gratë, pas ato se o probleme gjithë një grua që s'nolet të ful. është një nginis se ka fituar një prej shpërblimeve të para, një gazetar si ti, Po? i ka xhiru në Kinë 2 gra që ka nejtë në park, në korrikat e parkut, 1 orë e s'kanë folë as një fjallë. Rekord botëror 2 gra me nejtë 1 orë pa folë as një fjallë. Ajo është e gjinis, veçanti e gjinis, sepse femrat ka nevojë të flasin, sidomos kur janë nona. Po, do me thonë, e për shqiptarët, a kina diçka se ta është edhe nëzet, edhe gjak nëzet shqiptare o problem, por? Jo, nuk ka problem gjak nëzetësia. është problem frika. A me dollë me klim qytetë, që ka me bo? Ka mundësi edhe me klim, veç nuk jemi qash dobët, se kemi përballuar situata shumë vështira. Se në qysh është vapa, që ashtu dhe të stoftit, dhe kur moti nuk është i ligë, ne e thëmë moti keq.
s'ka më të keq, ka më të ligë. Kemi probleme me gjuhën shumë, sepse fjala është mërtnesh. Është teoria fjales shumë e bukur, se unë mas pari jem shkrimtar, ku si jem shërus. Fjala e ka teorinë fenomenale. 2 vetë u vranë për një fjalë. Ata u vranë, u varrasën, iken, e fjala, ajo jeton. Bravo, Dr. Kiti, e vërtet. Shumë e vërtet. Mirë po, a e di kush është dilema më e madhe për ditë të nxehta tash? Për shembull. Tek njerëzit është, edhe veçanërisht tek shqiptarët është, kush me shku në deti më përpara, a reja vira. Po, a? Po, që është dilema vitit. Ajo nuk është e vitit, ajo është hamletione, kjo ka qenë luftë përjetshme. Pse neve, pro? Që nime, është. Qysh mja bon që me qu këtë mirë në mezveti? A nuk ka aty zgjidhje. Pse? Nuk ka zgjidhje me qu mirë me zveti. Sepse kundërshtit japin rezultate pozitive. Pozit e opozit. Është menja njerit 2 sfera ndame. Njëna është pozit, njëna opozit. E është e pa kundërshtit. Kush është pozit këtë rast? Urdhë? Pozit? Pozit e që ka më i forti. Do më vjera. Njoni po. E shpesher vjera, sidomos në kohën e fundit, sidomos gjenerata Coca-Colës mas lufte, runa zët. Po dhe? Sepse ka ma shumë raste, seriozisht dhimbshme, në mënyrën më të rëndë mundshme që e kanë keshpërdorë, sidomos rrejat dhe djemët që kanë mërgim. Për mërgimin të këmë thonë një herë të bëjmë një emision veçantë, për arsye se këto 25 vjetë, e unë mërgimin e kam përjetu, se jem edhe pensionist i jashtëm, që 25 vjetë nuk kemi bo për mërgjimtarët kush gjë. A kemi bo për ta shkolla, a kemi bo regjistrim, a di kush sa fëmijët shqiptarë ka në Evropë, a di kush farë nevoja shkanë ata të shkretë, sa kanë vujtje, kanë pasë, sa traumat e luftës, traumat e mërgimit, traumat e adaptimit, traumat e integrimit, a di sa kiametit i kanë. E sa cilën punë, cilën veprim, cilën hap Kosova kishë mujtë me bo pa ta, pa ndimin e tyne, pa përkushtimin e tyne. Ata, pikrisht e nolit është realizua, kur thëtë, në mos ki frigë se ke djemë në Amerikë. Shkoni shini për shembull rrugën e New Yorkut ku janë restoranët shqiptare në New York. Me regjistrimet shqip, mos me dish shqip në rrugë të jetë pa bukë. Kretë regjistrimet e makinave shqip, kretë regjistrimet e lokaleve shqip, kretë shërbimi shqip. Aty mos me dish shqip nuk me gjetë. Pykjet. Dhe se cili prej tyre, deri te ata që janë të veçantë si Musa Snajperisti Koshorë, Snajperisti Koshorë. Dorë të Kiti për të e përshëndesme. E kena posë para do emisione. Njeri që ka dhonë kërë që ka posë Amerike, ka shiti, ka dhonë, ka ardhë me luftu në Koshorë, edhe se njëtë brrë. Pyk. Pyk pra. Me ta pyk për një pyk. Pa absolut, jetë pyk për një pyk, se pyk e vetë e ka cilë po pyk. Sa dim na për talentet e fëmijëve në mërgjim. Sa i kemi angazhuat a këtu. Veç kemi kërë sa pare për në qojnë. Sa për mujë mi shfridzu. Sa vota bi për. Kjo është mas e vërtet. Do të me pas një farë karari, se shteti për i bën 18 vjetë, që ose 18 vjetë një shtet, e ke kaliu kohën e adoleshencës, ke maturu, dhe Bashkia Europiane nuk thot që jetë injerantë i primitiv. Ka martu. Ka kuha mu martu me kryu familje. Ti i shtet, 18 vjetë me 17 shkurt, i bojnë 18 vjetë shtetë. Ja, 18 vjetë shtetë, me vendime fëmijaqe. Halo me lypore? Ja, këtu dikush e libri shëplak, unë nuk kam folë për këte, edhe s'kam dash me shku në emisionin asjerë, deri sa ti bojnë 18 vjetë shtetë, sepse na kanë sha, na kanë fy, na kanë ofendu, s'kanë lënë gjë pa thonë, armisht tonë për ne. Kretë si s'kanë qenë të vërteta. E tashtë, flasim edhe na kondër, e ti thimi se jemi të këqi, jemi kështu, a pasha besën jemi. Pasha besën ka do pjesë që me të vërtet meritojnë. E ato punë do të me mëri edukimi për mes denimeve që i bën shteti. Tash është, në falë një moment që Po, problem. Se tash kur shteti i bën 18 vjetë, fillon rindërtimi katastral,
që i eliminon gjitha hajnit e tokave e mosmarrveshjet për pronësi. Tash në 32 komunat e Kosovës veç ka filluar me 1 qershor, arrin ndërtimi katastral, tash eliminohen ato. Po s'ka përmet Vishgrondi, bro. Afërsisht Vishgrondi ka me me të pronari i vërtet, e të pronari i shpifur i mashtrues. Kjo forma që edukon shteti popullatën, sepse mos me pas edukim, mos me pas inspekcion, edhe Gjermante këshin hangër shtetin për 6 muaj. Po, vallaj. Ty bes kështë pagu, kush tatime, gjithë këshim shef tatimet, po shteti ka për detyrë, shteti demokratik, me mbledh taksën për me investu, me bon infrastrukturën qytetarit, me letu jetën. E vërtet. Unë shpesh thamë që na shqiptarët jena qash popull interesant sa që edhe fjallë të urta i kena bo në razë. Ako fjallë të urta ala mo? Mosi, ja. Është një ekonomist, Isak Adizhes, babën e ti e kanë strehua familje varfër e Shkodrës, ja kanë ruemin Dr. Selmani. Adizhes i ka linë në Shkup, e tash është në Amerikë, është ekonomisti më i mirë, një prej më të mirëve në botë, këshilltari disa qeverive në Evropë, e ka shkruar librin Ekonomia e detajeve, e cikrimeve. Edhe fillon me fjalën e urë shqipe, njëherë e ka bon shqip, e ka dhënë falë për shqiptarë, se ma kanë respektu babën, e u bon një dokumentar i jashtëzakonshëm për Dr. Selmonin, edhe atë libër e fillon me fjalën shqipe këte. Shqiptarët thonë, me pruën me kërë në shpi, e me shkep me lugë, luga fiton. Bravo. Luga fiton. Nëse kush e morë vesh, bravo. Ai që ka morë vesh, ai e krijo familjen, ka ekonomi familjare, ka harmoni familjare, ai e përpara, ai nuk ka nevojë me lyp. Ai vetë ndihmon shtetin se nuk lypi shteti kur gjë. Edhe çato janë shtyllat që e marrin shtetin. Që të familjet e ndërtumë, për shembull ajo firma sa e bukur Vllazërit e Bashkuar. Shumë mirë, po e vërtet. Po kur jemi te Vllazërit e Bashkuar, para se me dojë se e killën një projekt fantastik që jeni të bon, thallë pak më herët për ushqimin. Kena me dojë të kesh shtyre, po shpejt thash, ka rrugë me një temë për kumbin genetikisht. Sa jemi të pasur genetikisht si kam? Kjo temë për humorista. Kjo temë për humorista, unë s'guzoj me folë. Për arsye shumë thjesht. A ka qenë lufta e Kosovës vitin 1300 në Bilen Sall që të ka e profesori turqisht i turko i Prizrenit. Ke pasur mizjen ramë, kër bëshim humor në radio. Po, e di që po ja kesh në skenorët i këtë gjë shumë. Edhe i patemboni humorët këtil, kur hene me dhonë profesori historisë jep të shqiptarë, tha, e dirë, unë e shqip, edhe ta shanis me ligjërua. Lufta e Kosovës ka kenë në vitin 1300 në Bilen Sall. Nuk e di sadi. Edhe aty pozateti ushtria turke edhe ushtria slave. Heljaç. Edhe u kryore historisë. U kryore historisë. A jemi, sa jemi të pasur me profesor genetikisht? Është problem se është kjo tash një agjenci, jo agjenci, po një shoqëri shumë e mirë e Tiranës si për i bën të studime, ata nxjerrën edhe Putinin që ka prejardhje gjenetike shqiptare, që është larg mes. Por e nxjerrën një element tjetër që thash për humoristët, sepse Sultan Murati, atë cili ka qenë në 1300-ën, nuk ka ardhur me gra në Kosovë. Ka ardhur me ushtar. Ata diçka kanë bërë këtu. Diçka kanë lënë mas vetë, dikon e kanë fëmijët vetë. Ku ka bujt mas shumë ti? Se dija, po, se si më kona atëherë, 1300-ën. Dhe me thonë, ka? Diçka ka, qka sa nuk kemi kompetencë, as si profesional, as si profesionista, as si shkrimtar, s'kam kompetencë me folë, veç bëj me parashiku ose me prognozu. A ne dhe, mos një ngusë me ma shumë, veç e di që na, dhe me thonë, Kosovës kena dollë ko gjatë? Jo veç na. Përzirjet genetike janë absolutisht pa kontestueshme, se për shembull e ke te Ljuma, e ke një fis bugar, i shkëlqyshëm, e ke në Kovrag, e ke Malezez, të Shkodra, shkëlqyshëm, e ke në jug Vllaha, Macedon, Stërjes pas është Macedon.
Pse? Dhonje morit, këto grëshëtime janë dhonje morit, për shembull, Berati ka njëherë Beligrad. Berati Beligrad, ato dy, ato historiantë e profesionalizum, historiantë qetë, si tipit të Ali Hadrit, ata mund të i deshifrujnë kadale, sepse është periudhe shumë e gjatë, ka fise, ndërhyrje, ndërthurje, dyndje, ardhje. Shka është ky katuni të Tirana, që shqitore të katuni? Ta e në Bosnjak të Bosis, kanë ardhë. Ndoli për është qendër e modhe. S'ka rëndësi, kryesorja... Ose për shembull me Malzi, Fisi Kuq, Mark Miliani, kushërit e mi, ato janë starizuar masavikisht për një herë. Edhe, tani përzirjet fetare, vetë genetika jeme, Daud Demaku, i 5 gjenerat, dhe me thonë, 5 zyshi, stërgjyshi, po 5 zyshi. 5 zyshi, ti ki emrin e ti. Unë e kam emrin e ti që... Daud i ri që u bo plak. Që u bo plak. A i ka qenë djali i Gaxhës, Gaxha i Obrit, ku di unë ka qenë për... Qëfar feji keni pas për të port? Ortodoxa? Ortodox. Fejnë e Fanolit. Fejnë e Fanolit, po. Kisha autothuvalit shqiptare. Shqiptare. Para se me dole aty, kisha pos shef me shku pak të aja atje që i ke pru ilaçi. Qëka e një të ndërtuk dishka e komunisë ti, sa e që vjen dishka me dishka të rrë dhe me dishka të mirë për normalisht për publikun. Jo, në qëtë elementin e kërkesave të atyni që janë nevojli, se diabeti ishte i të mërshëm, unë e ka menagju mirë, po nuk e kësha pas menagju në pjesën e neurologjike, dhe kur i bon analizat në Belgjik, më doli se pa tjetër do të më shku të neurologu me morë një tablet për oksigenem trunit, a kjo është një prej atyne kryesoreve, është një gela sativa, vaj i fara zeza. Një gela sativa. Një A gela më nësht sativa. për kamerën prëf? Cëlla kamerë? Që kjo të valjoni? Kjo është prodhim turk, po ka prodhime shumë dhe prodhime shumë dyshimta, sepse biznis jo biznis, e këtyre fitimin, ka për shembull kur nxirret ky vaj në formën e nxehtë, formën e ftoftë, kjo shitet e mira, deri tash më e mira që kam gjetur unë. Ku mund me gjetë këto? Në barnatore me nigella sativa, ose farat vaj i fara zeza, pijet me mëngjes, nesër një lugë, kjo bën ngrohin e trupit, ajo që e ka thonë Hipokrati, ma jep një trup në zetë, edhe s'ka trup në zetë që nuk e shërej, kjo bën ngrohin e trupit edhe ndihmon diabetiket shumë i lehtën, edhe ka një përdarim të letë, se pijet një lugë gjelle me mëngjes nesër, me një gotë ujë me pak mjaltë, se mjalta është shumë e amël, ka diabet, me pak mjaltë, se është e ka shijen e idhë, edhe pastaj përdoren edhe tjeret, po janë shumë tjera. Shumë, qaqë shumë, e tash po përpiqem me do shoke mish një do nëzonsat mi, që këtu në afërsitë Prishtinës... Bravo, që të dishta me dosh. Prishtina e ka gërmin, po gërmia është thjesë e pluhurit Prishtinës, ndërkaq Graçanica dhe Brnica, qysh Brnica? Brnica, po Brnica. Analizat e instituteve ushtarake të ajrit, për këto dy e kanë ajrin më të mirë, Graçanica dhe Brnica. E në Brnicë jemi të bo përgatitjet me bo një restoran zakonshëm, me ushqimet shëndetshme, për, do me thome, 2 meny, për ushqimet shëndetshme për të gjithë, edhe për kërkesa speciale, me pas ushqime me porosi. Që të kemë për shembull pul katuni, të përgatitme me kujdes, se kemi gjetë një kuzhiniere fenomenale që ka kryu fakultetin e kulinarisë në Paris, ai fakultetet 6 vjeçar, ata njerë mësojnë anatomin, pastaj mësojnë kulinarinë, dhe do të përpiqemi, ndoshta në këto 10 ditë e bëjmë një hap përpara, se jemi afër shumë. Hadi inshallah. Jo pa inshallah, se këtu është, nëse do o vullneti tjerve, këtu zoti s'pengon. E kush po e hop ato? A guzojna pak?
Jo, se është herë se atëherë kur tjetë informojmë shokët e mes që tu keni mundësi për ato të zakonshme me qenë 100% shëndetshme, po baza do tjetë ajri pastër, edhe uj i ahut, uj i lethis, janë dy llojet e ujit më të mira që ekzistojnë deri sot, sipas analizave të ushtarakët, Institutit Ushtarakët që kanë bën edhe ish Jugosllavia edhe KFOR-i, e janë burimet e ujit tona janë të jashtëzakonshme. Bile një prej atyre burimeve, ekspertët e Slovenisë kur e kanë bën analizat, kanë thonë më i dobishëm është ky burim i ujit se burimet e naftës në Arabinë Saudite. Kemi pozitat jashtëzakonshme. Mastej është puna e ajrit se diabet për shembull në bjesht junikut nuk ka. Një anjevër nuk ka. Ndërnis nalt nuk ka. Domethënë në ato zona ku nuk rrok migulla, ku është oksigjenimi i plot i parametrat e ajrit, aty është diabeti shumë më i përballueshëm. Në zonat urbane, në zonat e nervozës, në ngarkesave tjera, ato ajrit ndotur, ujt pa pastër, janë me të vërtet probleme serioze shëndetësore që e mundojnë njërin. Edhe shpeshena për emisione, kur e kom po intervistat e tua, ke thonë një interesante të një Hoxhës, e ke ditë. Pse e përmen shpesh? A e ki po më ne kështu si simpatika qka? Jo, është realitet, është. Për shembull, ai Hoxhës i ka thonë e ke ditë, ka pas thonë një herë, tha, Nën Tereza është xhenem. O shëra për Shefqet Krasniqin. Po. Edhe kur takuam në iftar, në thirin me njënë ai Lezim Destanin, baba në zonësit mirë, miliarder. A guzim një duar të kitjet mëllë për Lazimin dhe për Nazifin, zonësin tarë? Për Nazifin. Duar të kitjet? Nazifi, kur e urova 47 vjetorin, i thash, mos e rrëtmenen shumë, se ti këtë rezultat, bosh miliarderi shparë shqiptarë, nuk e ki as për me e si mësus, as për vetës tonë, po e ki për edukatës tonë familjare. E ka për gjysht. Qaja është gjithë shka. Qaja është gjithë. E këtu, kur Janisi i tha, Mulla Shefqeti i tha, pse po kritikon, ta kom da është babën. është jo, s'po të kritikoj ty. Ti e shumë mirë, ka thonë Nën Tereza është xhenem. Të krishtinë thonë Nën Tereza në parajs. Tash tipi e mbron programin tonë. Kurani thot, muslimani duhet me qenë në xhenet. A që so muslimani vërtet nuk kanë xhenet. Tash ti shumë mirë e ki. Kja e fundit ka më hënit. Ga Hoxh, e kam tradhtu burrin. E pas ke knoq. E ke ditë, ha? E për Shkurt e Fezën ka thonë që dhe të me lanë muzikën edhe... E ka pos një deklarat, dhe të me lanë dhe Shkurt e Feza... Një gjë. Dhe të ka deka. Njerit pa ka bushëm në ko. E vërtet. Po njerit që dikshëm në ko. Qështë e thët Naimi sa bukur. Her me hiri, her pa hiri, 3 hëndit gaban me miri. Bravo, të gjithë. Ja se ka që kjo fjali, Nuk kemi në tjetër. Po kujto që unë s'bëj gabime? Veç me fmit për shemull, që i kom traumatizuar, pa me nushi, se i dojsha unë e dhit, se për krenarja Skënderbeut... Po që kë e kam? Pas në haru me qitë? Ja, më se harrato, se kjo fenomenale. Kjo fenomenale, kjo është temeli. Po më në me naturën, me mojë gjonë. 6 maj, na kemi mendu se 6 maj është Shënxergji, është i festë e rëmëve, a 6 maj është ditëlinja e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kastriotit. Si vjetë kanë festu si s'duhet, deri si vjetë se shumica nuk e kanë di. Edhe vjetë ka qenë pak. Apo, nuk e di, për vjetë si vjetë e kom marrë pjesë e di. Edhe, unë e diksha se jem rritë, kur ne kanë dalë rritë, i moj menë si fmi, i kom një qetë, qëfar vajtimi bësh një qetë kur në qetë e dhive, kur metën ato pojatat e thata. Edhe i bleva të dhetën, nisi mu prish puna, desha një falloj sigurie, që siguri një jetë nuk ka. I bleva dhitë, ta shimer shafmit edhe shkojsha me lushin me edhe. Atë nesrit, jo që që edhe atë në tavolinë, në të rejës bukës. Edhe bile vajzë dhe vogër, për thot ngrusta, mami, a ka, tha, këtu të na, tha, ka tamël dhije, kumsh dhije, mish dhije,
Postoja dhije, a ka dhe buk dhije? Tha jo, dhe s'ka buk dhije. E shqyrëzun. Bravo. Falem pak ma herët që thoje, kisha auto që foli shqiptarë, nuk e dia ke pos rast me po që në Kosovë tashmë është hapë edhe kisha auto që foli shqiptare e Kosovës, edhe tashmë e kemi peshkupin tonë. Nuk kam pas rast edhe një ditë e kam taku në librari Pahiri, me hirësin e ti, një djalë i ri, shumë i dashtën, shumë i qetë, shumë i urtë, po gjatë unën e cilësinë e shkrimtarit, e kam studiu mirë vilajetin e dytë, vilajetin Manastirit, dhe Korçën e ortodoks të Korçës, sidomos për dashurisë në Nolit. Fanoli ka qenë figure jashtëzakonshme. Nuk e din kush vlerën e Fanolit, nuk e di kush. E din sigurisht, e din dhe ma mirë se unë, po prej asaj që po du të them si niveli i Miroslav Krlezhës në Kroaci, Esad Mekulit në Kosovë, Fanolit në Shqipëri, është diçka që nuk zëvendësohet. Unë e mora me vetjet kalendarin e shkrimtarëve, e kam veçu atëherë kur kam qenë kryedator i botës së re në vitet e 70-ta, e kam veçu Fadil Hoxhën edhe Esad Mekulin. Esad Mekuli ka qenë doktor i parazitologjisë. Edhe për mësimeve ti, atëherë, kur ka marrë në punë, në vitin e parë studime, kur kam krym, ka marrë redaktorën në jetërin në revistën letrare, në rëment është doktore veterinari i parazitologjisë, e punën në revistë letrare, se ka ditë, Esad Mekuli e ka ditë, Esad Hoxha, Esad Nokshisi, Esad Mekuli, e ka ditë se vetëm arti është ai që e fisnikron jetën e njerit edhe zhvillon një kom. Edhe ai kalendari ka 50 shkrimtarë shqiptarë, shoqatë shkrimtarë të atëhershëm, në fakt, ata janë babalart e real të pavarësisë Kosovës. A është gjenerata e artë. A mujna mi po, profesor, a ki qëtu dikon? Që qëndre puna me këta bukuroshat e... A vit një më edhe në qanej, me hop Po bashkë. qysh dush, veç dyqysh për ja bojmë. E dyqysh, kur ja bojmë dyqysh, pa gjithë një zi dhe zbohët. Cila ka merë... Cëla du që ke valionit më shumë ngatë? Fokusohet i abris teme se... Bile dhe ka njëherë të rritë edhe menën se të ka hije, se ki kushërizje ma lebrin. E arroa e morë dhe se dim. Kjo është kalendari i gazetës Bota e Re në vitit 1970. Kusho që këj bukurosh? Një gjënë, me abecedë, Abdulaziz Islami, Ali Podrimja, Ali Hurgulica, Ali Asisi, Anton Qeta, Anton Pashko, Azem Shkreli, Besim Bokshi, Becir Mosliu, Daud Demaku, Din Mehmeti, Enver Gjergjeku, Faridin Gunga, Hasan Mekuli, Hasan Hasani, Hirzi Sulemani, Josip Rela i Zarës, këj Mitrovicës Jakob Ceraja, Jusuf Kelmendi, drejtori i Lindjes, Latif Berisha, këj mrekullushme, më falë këtu nuk kam mundësi pa unalë. Latif Berisha një kërën pas profesor në fakultet, këta kanë masakru Sërb Mitrovicë, e ka një përmledhje poezi shtufa, e një poezi fenomenale, që hala kritika e letrare Shqipe nuk e zbulej, e thoshkan kështu, në liva të jetës 3 gota gjeta, 2 të plota e zbrazët e treta. E mora të parën gotë, të goja afrova ma idhë se zehri në të vene lërgova. E mora gotën e dytë, po ashtu e shijova, amël si mjalti edhe atë lërgova. E mora të parën dhe dytën, e bashkova në të tretën gotë, u bo idhë të amël, si që është vetë ke botë. Bravo, të rëtëgjitje, jashtë zakonshme. Për së cëllin për tyre ka një emision të bëjmë, që me marrë krasnice, me kësut shehem, po në mesin e tyne, është Fadil Hoxha edhe Esad Mekuli. Fadil Hoxha ja bënte Esad Mekuli për krahin politike. Esad Mekuli, parazitolog,
merret me revistë letrare dhe krejt këta shkrimtari kanë dalë prej mangëve ti. Edhe, ky ka pas një porosi. Kujdes me shëndetin, kujdes me ushqimin. Dhe unë prej mësimeve ti, u bona botuesi parë i literaturës, kulturës ushqimore, e formum kooperativën botuesët librit bujqësor me shef pak, ish kryetar qeverie i merr pula, na dha buxhet sa dush, dhe nisëm se i gjeta në Dibër librat për kultivimin e perimeve të shëndetshme në kohën e pushtimit italian. Që ishin botu shqip, i gjeta në bibliotekë Dibrës, ja çova kryetarit qeverisë, tha buxhet keni sa doni, bëni këtë libra, 86 dhe ndodh kështu. Librin e parë, Gatimi i ushqimit të shëndetshëm, e ja pordesën më botu 10.000 kopje. Mas një javë dite, kur ka vllai Mahmud Bakallit, i profesori mirë, Rëxhi Bakalli, i shkëlqyshëm, ka vdek në Amerikë, dritë pas. Tha kom një këtë botu libër të mirë, tha bënja 2 copa, thash jarë më zë 20 copa për ty. Thëm kur i shkën në magazin merrnaj, kur era tha s'ka. Çka s'ka? Asnjë. Po qysh bë asnjë, në sigurimi i rilindjes Gjilpon nuk le me dalë për aty se po dorë të shtypshkryes edhe të lajshin. Nuk ka. I tha drejtorit general mas javë ditë, tha do demok. Nëse do me të metë kryt mi qafë, mbyllë këtë fjalë, ai libër ka shku në Stani Aksis Liprian u bo letër. Sepse pushtuesi gjithmonë ka synua me pas të nënshtrumin, të smut, të lodh, që qanë me mujtë me sundu. E ushqimi i shëndetshëm është qaqë fuqie që na nuk jemi të vetëdijshëm, sa e bën popullin e fortë, të rezistueshëm, të mendshëm, të mirë, të pozitiv, që e ndihmon njëri tjetrin e nuk përpiqet me mashtruar. Pse shkurtimisht lidhemi çdo provë kur jemi tek qështyra, ka thonë që na shqiptarë s'dina më ushqy mirë? Ato kam thonë për shkak të nervozës, se ha me nervoz. Nëse na mungon qetësia, e pret pasulin 5 orë muzi, nuk e pret 5 minuta më ftoft. Sa herë ul Andrej ku më shkon mendja te. Se bukën e ona si çan, është vërtet. Falënderimet duhet më shku këtyre njerëzve. Nuk janë pak, çfarë figure, merre secilin mbi tyre. Merre Anton Qetën, merre Anton Poshkun, merre Azem Shkrelin. A di çka është Azem Shkreli? Gurra shkreliane. Një mençuri e jashtëzakonshme, kur e kam botu librin gjermanisht, më ka botu aforizmat, më ka thonë... E di që ka po sukses shumë. Ka thonë botu se po. Tha, pse po sillesh në shalansër? Na shkrimtari im botojmë libra për ditë. Tha, po, unë i kam lexu, that, Kadares, Qosjes, edhe një Azem Shkreli. A ditë nda u tha ata Azem Shkreli kush është? 3-4 aforizma ti dhe kam lexu, po ishin gjeniale. Azem Shkreli, menja briljante, poet më të mirë i shekullit 20, harro. S'po mund e mi kalu asën. E tjera mos t'i lidhën shikuesit, po me rëndësi është një. Të dim t'ju falenderojmë dhe sidomos familjarët e tyre. Familjarët e secilit prej tyre i kisha lutë sidomos profesor Sadbekul, po. Themeliusi i Akademisë Shkencave. Themeliusi i Enciklopedisë Kosovës, njeriu që ka nxjerr krejt shkrimtar për mangëve ti, mësë pasien e Sadbekuli, Daud Demoku kishte qenë jetën e përbuzje me polici, që kym ka baba biologjik i jemi, po, edhe i mirë shumë, me respekt, baba i letërsisë që kjo është. Dardokitje për provë. Gjithë ata familjarë që e shohin, i bëjmë di që ku mund me gjetë këto provë? Në qatë restoranin që të hapim me kismet, me ndihmë Zotit. Bërnic. Bërnic, Bravo. që aty do t'i bëjmë publike, i ftojmë, jam qesim ka një pije, ka një kafe, ndashim i morë, ta kenë kujtim, e le t'ju të regojnë fëmijëve të vetë, e fëmijëve, se nuk kena dalë për shpjellave. E vërtet. Po kemi pas një gjeneratartë, kemi pas një babalarë që na ka mësu, eduku, që t'jemi me të vërtet shqiptarë, se puna për kombë nuk o loj. Nuk o loj. Aja s'kryet kur. Aja si me ndonë se me patriotizëm e bateria, harroj, pikëm. E vërtet. Këtu ja je, ja si je. U kry. Kem pak ma herët te kisha auto që fole ortodukse? Am lejon e kam një musafir special sonde? Në qoftë se është që që po mendoj unë, me shumë kënaqësi. Vëllai ke gjithë. Seriozisht e ki? Vëllai është për shkupi Kosovë, sonde vjen Nikola Gjufka, e ftojnë me Dardokitje të no.
Si jeni, Do profesor? të gjini se është emision i jashtëzakonshëm sonte. Mirëmbrëma Misele, si e ndro? E gjeti provë Farë valloj. befasie, Munua më apo pak si befasi po e gjet. Faleminderit shumë që erdhe Irsi. Faleminderit juve Sadri për ftesën, edhe kam kënaqësi të veçantë jem në krah të profesorit, cilët kam dëgjuar fjalët edhe i dëgjoj dhe besoj që do vazhdoj të dëgjoj fjalët më të mira për ju, për personalitetin tuaj. Hirsi, po më qetë siklet madhë, Jo, të vërtetën. sepse unë jam djallë hoxhe, jam muslimon për një me, edhe i vërtet jam, Jo me bateria. jo me baterie, po pata pak para se të vini ju, që ishit befasie mrekullueshme se njëherë kam të kaku në librari universitare, e sot ishte një befasie jashtëzakonshme për mu, po ma përpara folja pak për vilajetin e manastirit, folja për Korçën, dhe sidomos ortodokst kishin autoqefalje shqiptarët Fanolit, dhe kam pikë të dëbët Petroninë Leurasin, e brezin e ti, kur e kanë zirë, e kanë dërguar në pushkatim, me sytë mbyllur, e durët e lidhura, Petroninë Leurasi thët me vrisni, se një herë kam e vdek, nuk i frigohem vdekis, por maru një gjakun, se dhe të duhet, për në gjyrë me i shkru gerbat e bukura Shqipes të të shajt. Bravo, do të gjite. Të jashtëzakonshme. Prandaj, ata që në shohin, mund të mendojnë e të thonë shka të duhet, por do të din një të vërtet pa mohushme, që krejtë Evropës ja kemi bot dardhë, sepse toleranca fetare shqiptare është e jashtëzakonshme, e gjithë Evropa i ka duart e përlyme në gjak, deri në Brill, a shqiptarët në këtë bashkëties, po mendoj gjithmonë për besimet fetare burimore, e jo besimet fetare politike. Aty është një dallim i madh, po besimet fetare burimore ka qenë një bashkëties të mrekullueshme në një familje, disa besime fetare dhe kanë jetuar më mirë se zbat. Kjo një. Dyta, unë vijam për Labrinje. Xhemal Labrinja ka qenë këshilltari i pashës në Voshtri, në vilajetin e Kosovës, do të thotë që këshilltari i generalit më të madh të një perandërie për Kosovë, për vilajetin e Kosovës. Dhe ai ka në 3-4 raste kur ka morë muslimanizmi havë, e kanë met aty këtu shtëpit krishtere, edhe ju kanë kërcënuar se kemi ju kallëm, ju djegë, që nuk ndërën e fe, Xhemal Labrinja i ka mbrojt. Edhe ju ka thonë, bile një vend Cerovik të Ali Kurtët, është i njoftër, 90 antar familje katolik, krejt katunë thëtë që nuk ndërën e fe, kemi ju kallë, ata vinë të Xhemali, thëtë qëre. Në qofë se duhen katunë shpi për shpi, le të luftojnë me ju, a katon kundër një shtëpie, kundër një familje, Abrinjat në esrit jera është aty. Edhe unë të menu se katolik në klinë, po më duhen e po më respektojnë mua, o që është një kam, të shë, o bura, për që kom bon për ju? Tha, jo ti, tha, po Xhemal Labrinja, tha, manet e kem, me pas. Prandaj jam shumë i lumtur që takova të njofta, edhe në qofë se është qashtu, e qashtu është, kisha autoqefalit Fanolit, që ka përkthy krejt atë literaturë, që kam studiuar, që edhe disa herë kam thonë se personalitetet në Ballkan, Miroslav Krlezha në Zagreb, Esad Mekuli në Kosovë, Fanoli në Shqipëri, janë ata që lirisht mund të quajsh baballarët e kombit. Fanoli, ku i thamë zbone kur gjë për Shqipërinë, tha jo, kur gjë zbona, tha vesh në kombet bashkume e Antarsova, që mbeti Shqipëria, edhe tha vatrën në Amerikë, edhe që e vatra e bajti gjallë Shqipëri. Faleminderit për prezencë, faleminderit për punën, faleminderit për përkushtimin, të lumtë. Dorë të gjiti, bravo, faleminderit. Peshkop, po filloj pak me juve, pse s'po të lonë sërbë të rahatni me?
Po, ju e dini shumë mirë që ne kemi qenë këtu së bashku kur unë i kam premtuar shqiptarëve të Kosovës, që shumë shpejt do të kenë kishën ortodokse autoqefalet të Kosovës. Edhe pikërisht në datën, pra këtë të diel, mbushet plot 4 muaj që nga inaugurimi edhe bekimi i kishës ortodokse autoqefalet të Kosovës. Më falë, deshta me ndërprej me përshëndetje njëri të veçantë që na ka ndihmuar shumë në hapjen e kishës, që është njëri i jashtëzakonshëm, është shqiptar i vërtetë, i cili lindet në Amerikë. Babai i tij këtu është prezant, është Alban Huti, kisha pas dëshirën e strategjisë të fuqishme, por ashtu është njëri vërtet që ja vlen. Është një njeri i heshtur, por me mendime të mëdhaja dhe me vepra të mëdhaja. Pra, na ka ndihmuar me Mitropolin, na ka ndihmuar me kishën, me gjithçka, sigurisht dhe ai brenda mundësisë. Pra, ka bërë atë që duhet bënte shteti i Kosovës. Do të lidhet ndër. Edhe për tonë për Basëndin. Edhe për Basëndin, patjetër që e kam aty për ditë në Mitropoli. Edhe vetë nuk shkoj askund, kam Basëndin me vete. Ja si Zotit ai duket kështu, po ta shikosh nga pamja, është si Zeusi. Është mitologjik. Edhe po është njeri i jashtëzakonshëm. Patjetër edhe atë falenderoj, edhe gjithë banorët e lagjes Ulpiana, aty ku ndodhet Mitropolia jon. Unë jam habitur me mikpritjen. Ne atje afër Mitropolis kemi një çerdhe për fëmijët. Dhe fëmijët gjatë ditës dalin te oborri edhe luajnë. Dhe i bën përshtypje veshja, edhe më thot një fëmijë me atë pafajësinë e tij, më thot, po ti çfarë je, thot, që i man këto teshat? Thash unë jam Xhaxhi Prifti. Tha, ti vesh robat e babazotit, tha. Po, i thash, unë vesh Kthehemi tek pyetja, pse sërbu të po të lëra ato? Çka kiti me ta? Unë nuk kam asgjë. Ai ke prek shteta ju? Unë nuk kam asgjë me ta. Ata kanë me Kosovën edhe me kishat në Kosovë. Pse ju dham ka çfarë kur i prek në kisha ata? Sepse ata shtetin e humbën, tokën e humbën, tani ka ngelur tek kishat. Edhe sigurisht që edhe ato pak kisha që kanë këtu në Kosovë dhe ato do t'i kthehen institucionit zyrtar, cili është kisha ortodokse autoqefale e Kosovës, dhe sigurisht do drejtohen nga kryepeshkopi i shtetit, mund t'jem unë, mund t'jetë dikush tjetër, nuk e dim. Kam qenë për të lobuar në Greqi, për të mbledhur firma nga manastire të ndryshme, që njohin autoqefalinë e kishës sonë, pra pavarësinë. Dhe në ditën e dytë, murgjit që jetonin atje i bën përshtypje një makinë me targa të kuqe, dhe ishin targa të Beogradit. Po. Unë e kam bërë publike rastin. Është publike rasti? Është publike rastin. A ka fakte, argumente? Përshkak se zakonisht vitu në emision kritikujnë pa fakte, pa... Jo. Rastin e kemi bërë publik. Oj, pas kemë unë me vetë. Unë kërkova ndihmën e dikujt këtu, shikonim makinën, pra që është e parkuar. Kjo është makina me targa të Beogradit, po, dhe tjetra është fakti që tregon llojin e makinës, pronarin e makinës dhe të gjitha. Çka tregon ai, kush është? Dhe nëse do ta lexojmë me kujdes, këtu lexon kjo targë dhe kjo makinë i përket Ministrisë së Republikës së Serbisë. Në Serbisë, thot Ministria e Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes, po. Akia, sigurimi. Udba i shtetit serb. Unë nuk e kuptoj se ku e gjen kurajon edhe guximin shteti serb edhe kisha serbe të përndjeki një qytetar të Republikës Shqipërisë. Dhe për më tepër të përndjeki kryepeshkopin e kishës ortodokse autoqefale të Kosovës. Kush i ka bërë këtë foto këtu, më fal? Murgjit që ndodheshin tek manastiri. Atje në... Ata veç kanë përcjellat, nuk është që të kanë thonë diçka. Jo, asgjë, vetëm kam përcjell. Më fal hirsi. E informoti organet e shtetit? Unë kam informuar të gjithë organet shtetërore. Të Kosovës, po. Të Kosovës, patjetër. Po. Përfshirë dhe ambasadën amerikane këtu në Kosovë. Po. Duke qenë se kjo është diçka ne nuk po na lejojnë. Tani
po flas të numrin shumës, nuk po na lejojnë që të ushtrojmë besimin ton fetar në shtetin e pavarur të Republikës Kosovës. Madje kam bënë një kallëzim penal, 2 nëse s'do. Përsëri kam kallëzim penal. Provi kam bërë shumë kallëzime penale, njëun e ka fitu. Marrë e shkreti, tash 2 kam bërë përsëri. Dhe si është e mundur që policia e Republikës Kosovës pranon denoncime nga një grupim njerëzish që thot ne nuk ju njohim ju si shtet. Kjo nuk është normale, kjo është anormale, kjo nuk ka logjik, nuk bën sens. Se në momentin që unë nuk të njoh ty, unë nuk të konsideroj fare. Pra ti dhe nuk më njeh dhe kërkon ndihmën time. Po të sata se njojnë shtetin e Kosovës, është e drejtë, ko drejtë prëf. Pra dhe nuk e njojnë shtetin e Kosovës dhe ankohen tek shteti i Kosovës. Unë nuk di se çfarë ti them kësaj. A ke dëgju, ambasador, se ishta ndërlidh qëtu dhe edhe fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump që tha para disa javëve Serbia ka dosh me sulmu Kosovën, tha po unë e kom shpëtu? Ajo është më e qartë se drita e diellit. Kush e shliroi Kosovën? Kush e ndihmoi Kosovën? Amerika. Kush i boni? Absolutisht në pjesën demokratike, për shtetet demokratike, edhe ndihma e shteteve demokratike pa Amerikën do të ishte një zero. Secili ka thënë Churchilli, në politikë nuk ka dashuri, politikë ka interesat përhershme. Edhe çaja Angli, për shembull, që dikur e ka bërë Shqipërinë londineze, soptumë çaja Angli e njëjtë Angli sot Shqipërisë jep krahën gjithanë. Sepse i kanë pasur shumë mirë sinqeritetin dhe përkushtimin e dashurinë e këtij populli, që është i vërtetë. Edhe është i përkushtuar. Dhe është i drejtë. Është i drejtë. Sepse ne po kërkojmë diçka që është e jona, po kërkojmë shtetin ton. Tash mu herësi po më çudit një fakt. Pse çuditesh me reagimet e Serbisë? Ata kanë program shtetor është i tyre. Edhe këtu në Ferizaja, burgosën njerëzit që punojnë sot për Serbinë, shqiptarë. Dhe je pak, që dihen. Ata që s'dihen, sa janë. E sa janë bizniseve, sa janë ato... Jura se ishte kënuva kongë para emisionit. Nuk e di për kongën, nuk po du të komentoj për këtë. Po, në gjë, në këtë veprim tonin, këto veprime tona që janë për ndihmë, që kanë thelbin e kombëtarës, edhe ndërtimin e kombëtarës, kjo është luftë. Ata përdorin mundësitë e tyne, ti përdorin mundësitë tua. Vetëm se shteti i Kosovës dhe kryeministri që i cili fatkeqësisht nuk po e formon dot qeverinë, me aq sa unë jam në dieni dhe kisha në dieni, kryeministri edhe shteti duhet, shteti i Kosovës, pa kishën e vet ortodokse kombëtare shqiptare, është një shtet gjysmak. Trekëndshi i Bermudës në Thonjza, po e themi në Thonjza, në Prishtinë nuk është formuar akoma. Kemi një katedrale të mrekullueshme të Kishës Katolike, cilët i përshëndesim të gjithë klerikët katolikë, edhe i duam shumë. Tani po ndërtohet edhe xhamia për të gjithë besimtarët muslimanë që i përshëndesim dhe i duam shumë, ata që janë jo politik, dhe na mungon dhe katedralja jonë ortodokse. Dhe ne kemi një skic, një plan projekt që do t'ja paraqisim komunës edhe shtetit dhe gjithë biznesmenëve që do duan të na ndihmojnë të rikthehemi lavdisë së dikushme, një komb i madh dhe trim si ne me 3 fetë e tij. E vërtet, bravo, do të gjeni për atë dikon. Unë afeta i hamat, edhe pse është pesë se ka shumë. A ka mundësi ndërhyrje orta? Më tha përsëri atë. Është gjë e jashtëzakonshme, Sadri, kur njerëzit të mbajnë mend për atë që ke qenë, jo për atë që je. Bravo, Dani, e vërtet. Pra, unë mund të bëhem edhe patriarku i Konstantinopolës, po unë përsëri për njerëzit, edhe për popullin, edhe për besimtarët, do të ngelem thjesht atë Nikola Xhufta. Po që do të? Jo, deshta një sen të them,
mos u dëshpëro, mos u ndalë, sepse Kosova pavarësinë e ka marrë me kompromisit dhimbshme. Kompromisit e dhimbshme kanë qenë si manastirit ortodokse shqiptare, që ka uzurpu Serbia e ka shëndru në manastire ortodokse sërbe, me Deçan, me Patriarkon, me Grecianic, me të gjitha tjerat, është dashta e pako atisarit me pranu ato kompromise politika e Kosovës ka qenë detyrume si kompromis me Lëshupe. Tash, kur shteti po hin në pjekurin e plot, po maturon, po i bën 18 vjetë, tash nuk ka mo me aleratu politikës timen e me thonë të lutëm krye. Po ka presion serios për ato që është e mirë njerëzore, për ato që është fisikrim njerëzor, për ato që është të takon ty e drejt, se konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut e thot qartë, se cili njeri ka të drejta mbroj vetën e vetë dhe e interesat e tij. Dhe tash, në qoftë se ne kemi kultivuar me durim, me investim të jashtëzakonshëm, një bashkëjetesë fetare të mrekullueshme, e që midis Tiranës kryqëzishata botërore, e Bektashive, në qoftë se kemi qenë qaq tolerancë, ja kemi kriju mundësinë dhe ja kemi rujt kishat. Kishën e Deçanit e kanë rujt shqiptarët, Patriarkonin e Pesë e kanë rujt shqiptarët. E bile e kanë formu. Pranaj, atë mirësin tonë, të mikpritja që kemi përdorë për këta slavët e Karpateve, që atë mirësin tonë e kanë shfrytzuar e kemi bërë deri këtu. Tash, nuk e di kush sa i madh Zoti. Serbisht e kanë fjalën e bukur, shumë bukur. Sfeste plaća, sfeste vraća duplo. Shqip është, nuk ka met bërsh pa u këthyje, ja me grash, ja me kryje. I madh Zoti. Këtu do të qetësi e Mark Avrelit. Do të qetësi shpirtërore e shpirtëgjallësie madhe dhe një vendosmëri e pa asnjë tolerancë këthim rapa. Ne jemi, unë kam shpresë për të vetin fakt që Sadria e di shumë biznesmen, na kanë gënjy, na kanë mashtru, do e bëjmë ne, do e sjellim ne, iku ajo. Jo, si kanë pas kushtet, si kanë gënyja, si kanë mashtru. Pse shteti? Jo, shteti nuk ka bërë asnjë gjë intime, por unë do të thoja që se cili nga ne duhet të mendoj vetëm një fjali. Perandori i madh i Bizantit, Shën Konstantini, nga ishte Dardanas. Pra ne duhet të kuptojmë që ortodoksia si fe, dhe këtu unë nuk po e egzagjeroj fare, është e shqiptarëve. Ka qenë është dhe do të mbetet e shqiptarëve. Shën Konstantini i madh, dhe madje kisha e Ulpianës e ka emrin kisha e Shën Konstantin Dardanasit. Dhe ne duhet ta mbajmë me krenari këtë emër të madh dhe duhet ta trashëgojmë. Sepse ne jemi ata që kemi legjitimuar krishtërimin në botë. Kur them ne, ishte Shën Konstantini i madh, që ishte Dardanas. Dhe që unë përsëri këtu, bashkë me ju edhe bashkë me profesorin, përsëri unë më lindë drejta të jap një premtim publikisht. Që shumë shpejt, me ndihmën e të gjithë shqiptarëve, me ndihmën e shtetit, e të gjithë dashamirësve dhe me lejen e Zotit, ne do të ndërtojmë kishën e Shën Konstantin Dardanasit në qendër të Prishtinës. Bravo, Dorotogitje. Artikot, a mendon se Serbia po i përdor kishat ortodokse në Kosovë për me pas ndikim këtu edhe me qenë alo? Kemi qenë bashk kur unë kam qenë ulur këtu dhe i bëra thirrje kryeministrit Albin Kurti dhe i thash të kontrolloj manastiret ortodokse serbe, sepse brenda tyre nuk do të gjej vetëm qiri edhe ikona lutje, po do të gjej armatime. Dhe doli manastiri i Banjskës. Dhe unë nuk e di
se si shteti tregohet kaq i pafuqishëm, sa që të shpalli non grata patriarkun e Serbisë Profirje, cili i ka duart e lara me gjak shqiptare, dhe gjithashtu edhe të largoj priftërinë serb nga Republika e Kosovës. Pra, kur dikush të thotë që unë nuk të njoh autoritetin, ama ai që ndron në shtetin tënd, unë nuk e di se si mund ta pranosh ti këtë gjë. Pra kjo është një shpërfillje. Pra, unë Sadri nuk të njoh ty si moderatori Koqësia Shohut, ama unë vite Koqësia Shohut. Po ti kur s'më njeh mua si vjen, unë e drejtoj. Ku e di ku i kam zyrët. Pikërisht pra. Ka kallzu ti kush? Dhe kjo është e dhimbshme. Kjo është ne qeshim, po kjo është shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Ka qenë ai huaj me ta uru? Kishe se di që kanë qenë shumë njerëz institucione ndryshme. Nga komunitetet fetare nuk ka ardhur asnjë. Hiç? Absolutisht asnjë. Përveç besimtarëve, përveç disa politikanëve dhe zyrtarëve, komunitetet. A ka qenë presidentja, kryeministri? Jo, nuk kanë qenë. A kthehemi te Noli. Uroj që një ditë të bukur do vinë dhe patjetër që do vinë. Patjetër. Po. Patjetër që do vinë sepse fjalë e vërtet. Fjalë e vërtet. Dhe kur të vinë unë patjetër i pres me shumë dashuri. Do të vinë, por Po pas ato, kthehemi tek Noli? Qeveria ka halle. Fanoli, sa ka qenë kryetar qeverie në Shqipëri, ignorancë të mërshme. E asë kohë, një terë, bile është një vlerësim, thotë Fanoli dështoj në Shqipëri për shkak se boni te për dritë. Dhe njerëzit në terën e ignorancës u vërbuan. Dhe del në dajti, Fanoli e merë një fyllë, që e ka qenë edhe i muzikës, edhe i pëjbjen fyllit një mriz në hije, një qoban të këqyrë. Tha, e që ba, që shpërdo këtë kjo? Tha, shumë mirë, e që ba në kështë pas njoftë. Tha, Shqipëria në telashe, në varëfri ekstreme, tha, kryetari i qeverisë, dhe premieri, tha, i bje fyllit të mrizi. Fanoli, e ka marrë shumë lakën, ma të kanë shme jetën time, edhe pranej. Qeverit ka në hallet rada. Hallet dhaja, shkoj nga dalë. So vynë për me lindje qeveri, për se na e dim që nën mujt ditë do të me prit për me lindje fëmijë. So do të me prit për me lindje qeveri në Kosovë? Asnjë pyetje rreth kësaj pune mos ma bën për arsye se unë jam shkrimtar. Shkrimtari fush veprime ka është fush veprimi gjuhës shqipe. Thash për fjala është mjeti për kryesori punës shkrimtarit, nuk duhet më marr me ata që bojnë parti politike, kanë interese politike, kanë besime politike, kanë edukat politike. Unë duhet më marrë me artin, me fisnikrimin e shpirtit njerëzor, me pastërtin e trupit, e pastërtin organike e trupit, pastërtin shpirtërore, dhe fuqin e besimit plot krijuesit, sepse ligji i krijimit nuk të falë. Ligji i krijimit dhe krijimit është një, që vepron nuk ka asnjë ndërprerje, asnjë presë, gjithmonë fal. Ai ti rrit flokt, ai ti rrit thejt, ai ti rrit fëmin, ai rrit bimin. Nuk dalet po. Dhe dalja për këtij ligji, për ligjin e krijimit jenë ligjin e krijimit dhe natën e mirë. Prandaj nuk ka asnjë luhatje. Ajo është njerëzit kur janë të vërtetë. Po. Secili ka me marr ato që meriton. Kur të hujen s'ki me mujt me marr. Kur të hujen s'ki me mujt me bot pron tonën. Kur tonën s'ka me mujt me ta marr kush. Me vënën, a me u pagu ka u pagu. Svese plaqa, svese vraqa duplo. Nuk ka me të gjopa u këthyje, bërsh pa u këthyje, ja me grash, ja me kryje. Po do të durim, qëtësi, një ambëlsi, të këtilë që kishte hirësia, kur e kam taku në librari para sa kohë, dhe urej që e jam i sigurt që këtë do të vazhdoj, edhe çdo gjë ajo që na takon e është e jona dhe ka me qenë e jona patjetër. Ama dhe kjo në muj ditë mos po kuvendi, po më nëjë sot, jo në muj, po 5-6 muj. Punë të mëdha, punë të mira vinë ka dale. Jo, është për shembull, ama është ardhë veti, profesor, kena i për të nisë. Pret qëtësi nga dalë. A ka qenë më Shqipëri e mira Shqipëri,
kush ka qitë më kryen hi, ti pas kënë qenë zoje ronë. Burat e dhe Sot, fol kapaciteteve intelektualit, fanolit, dhe sot me kulit, gjeneratës artë shkrimtarve, që përgatitin pavarësin, mundet lirisht me rikomponu kongën dhe me thonë, ljumë e ati Shqipëri se kur mos ki me qenë me kryen hi. Kur më prijet. Më nëna, deri në vitin 30, Shqipëria ka me qenë antare e Bashkisë Europiane. Ka me hinë Bashkisë Europiane, aty e sigur që ka plëcu gjithë artikuit. Kosova është me tjetin rritëm të jetës, Balkani përëndimor. Nuk ka më lojë, a këtu mundësi lojë. Ata që ka thonë Trumpi, kam zhjith problemi me këto, që është zhjithim me Iranën? Qka bane me Izraelin, me kiamet që ndodhe atje? Që është dhe ta zhjith në Izrael me ato? Ato i zhjith, aj. Ma e forta që ne shqiptarët turremi bas Iranit, kjo është e bukra. Ndërkohë që Irani sa një fare në si shtetë, s'na llogarit, na ka quajtur një shtet i vogël djallëzor, si ka thënë. Mirësi, fisni kri jonë politikë. Që është politike? Edhe ne po themi një të vërtet, cilët ne dëgjojmë edhe po e përjetojmë. Dikush më tha me kë jem, me Izraelin apo me Iranin. Tash më thënë drejtën, unë jam me Zotin edhe me tokën ku jetoj, edhe me shtetin ku jetoj. Se ne ngatrohemi pak me konotacionin shtet, kryetar shteti dhe me kryeministrin që drejton aktualisht për shembull. Pra, kur themi shteti i Kosovës, themi jo Albin Kurti, se sot është Albin Kurti, nesër mund vi dikush tjetër, pastaj se dikush tjetër, por shteti mbetet shtet dhe duhet të jetë i fortë. Ç'është të bën me dyrë kohën se na është avioni, nuk e di. Ndoshta vini ju një ditë. Se jam Marak Karrika. Çfarë mensh? A që për shembull jeni Marak Kauç. Ose ndoshta e bëjmë si Shqipëri që është Ja po, këtu të na unë e kom gjetë se këtu të na problema është me ta shoh Karrikën. Pa mirë pas bëni Kauç kryeministri dhe ishin ul ketë për ditë. Me bë me hinë pasionet e alkoolit, bigjozit, drogës, karrierës. Karriera në politikë shkel mi gjitha këtu. Mund të ketë ilaçe për shërim, për alkoholizmin, për bigjozin, për drogën, mbi dozimet. Për karrierizmin, harroje se gjerin të ilaçe. O smundje e papërsëritshme. Absolut. Kur një Churchill, një nobelist, një alamet kryusi, e thot hapta së qartë, nuk ka në politikë dashuri. Si s'ka është dashuri dhe s'ka kur gjë njerëzore. Atë ka interesa. Edhe interesi nuk pyt. A pyt biznismen të Kosovës me kanë bleni, me kanë shesin. Shkojnë marrin brevijave produse speciale të Serbisë e binë Kosovë. Madje, në Sloveni me sytë mi e këm po. Paracetamolën vija për prodhim për Kosovë. Thash, po ju Sloven, pse? Po biznismen të juve kanë përësit me parametra tullë mi dalë ma lirë atje. Po edhe të na vlas mashnush i Interesi, kur është kur del për harmonije, për barabari, i shkel vijat e kuqe, a është të merë. Janë provat që kanë bo për njerëzit në eksperimentet anglezë që flasin të merë. Mas mirë është me pos një djallë edhe mi alon e më në interes. Tranohë njerëz mas t'i kretë. Interes po, për që shona interes me partneritet, ajo është egoizm i të mërshëm kancerogjen. Pa një burë një grua bëtë fëmija, pa partneritet s'ka. Pa dëshina estrini. Po përëvej. Unë e kam një mësafir special sa unë te një sëri suksesit, me që është Daud Demoku këtu dhe sa është Daud Demoku, na zakonisht prezentojmë njerës të sukseshëm, që e kemi rosën e Peshkupit. Aja është biznismen, bjen nga Gjermania, profesor nëse ndash beson tashmo, aja kalon Gjermania, ka orë me investu në Kosovë. Kur krejt prej Kosovës, për shkujnë Gjermani, afërsisht... i thesha, o nëllë dhe rrujë mojnë duhe, thaj ke ndosht. Afërsisht e pas me të njëtin budalak, se edhe në kom ljonë standardin e Belgjike që ka marrë këtu, edhe sidomos dite pas luftës nuk e ke ide në aski shuj, aski rrujë më krejt, e kom ljonë një nivel ati tjetër, po me qenë se jemi që ashtu të ndërtum, që thëtë populli që ka të lipë shgjonë. Unë edhe aji, që kemi ripë, kemi zjetë. Me neve sonë të është duhe gjinje me 5.000 me darë dhe gjinje. Hajde duhe.
Qëroma Misele, faleminderit shumë që jelle. Dardëgit janë e apënduë. Ma shumë mos jellima. Si je? E një mirë. Gjoli, a ke mujt? Po, këta. Atë Nikola, se e një mirë. Dardëgit janë të relaksuar pashe ka opi Gjermaninë së kur ka investu në Kosovë. Interesant opinioni. Faleminderit shumë duhet që jella. Faleminderit për josh, jam Roma. Rama Misele. I furt jam, ha? Bazadat, arrita përsëri me ullë një katolik, një ortodoks dhe një musliman bashkë. Kraht e njerit jenë shokët. Ti Bravo. shok e mishtë mirë, ti e gjithmonë ma i fort. Sa ma i vetmum ti është ma i dëmë ti e. Që është ma i lekës një, po. Ma i fort je se i ke bashku 3 shqiptarët fort. Duhe, faleminderit shumë që erë dhe, po qka shtyri me e lonë Gjermanien edhe me orë bashkë me gruën tonë dhe me investu në Kosovë. Tash, ku të merë molli për atë dhe. Të po shumë njerëzit orë në Gjermani, e morëm rrugën. Unë e kam marrë këtu në Kosovë bukër shpesh me gruën, e kam gjermankë, E di, edhe njerëzit e mirë, natyra mirë, ne kena bjesht e bukra. a di që në olet rrujma jo, atë kanë galzu. Në olet edhe, ashtu në olet. Ande vësh për të vetë. Për ne është një bukurie madhe, sa punojmë në Gjermani, që të kushte mujna dhe këto mi ba. E ke lonë krejt Gjermaninë më përfundimisht nuk shkon? Kur sytë më s'ja posha. E qka me investu në Kosovë? Mërë po din Gjermonë, këse pas ke gruë Gjermonë. Jo, në realitet ajo, dëshira soja kom sa më shpejt më orë. O, pa jam vorë për ti, e të më thonë, se ti ke ditë mja shpjegu historinë e Kosovës, pra ndaj e ka dash venë. Historinë e Kosovës, familjen e kemi të mirë, E di mërë burë në diskutu. pushërit e A mirë. bën një përshëndetje të jashtëzakonshme për një njeri Bazëzef, e kam me. Po. Do të gjitje për Bazëzef. Faleminderit. E nduhet. Çka ke investu në Kosovë? Na mas pari ja kemi nisë me pula, Pula. me pulat mishit, po na nuk dojna mi moj në farmë mrena, po i dzerëm jashtë, dhe më thonë prim gjesit, orës 6, dhe i ushqej me hitha, Me hitha? me hitha. Ku. Pik. Rana aty ku e paralel më rova që desha. Shumë bukur. Vazhdo të lutëm. Jopim lakna, Lakna? ka njëherë kumpira, sa mi mojtë në distancë. Po mirë, ato Patatën, ju a thë, restoran ke qenë për pula? për zotën ma restorante kanë pullat se Jo, brozor, po shtati problem. diçka po s'po do me kallzu. Vetë kush ja ka gjetë lopën e parë. Lopën e parë ma ki gjetë ti, Po, edhe ja se kam ta gjitë, rapportoj sa njeri është njeri mirë. edhe emnin e ka Lopa Show. Jo pa shumë? Kjo ka Më fallu, një pyetje të vogël e kam. Orne, A ke fëmijë? po, Sa? 2. 2. Kujna e kanë përgjatë, Gjermanëve a Shqiptarëve? E di se gjysë për gjysë. Gjysë për gjysë? Është një humorist i mrekullueshëm i Drenisës, i Hamit Qorri, Ë? cila ka merë me mu. Një përshëndetje se është i mrekullueshëm. Tha, erdhi një i qërve të Drenisët, i martu me Gjermanëm, i kish lind djalë, tha, kretë me halla durin, e sholla në ka ga një, i sholla ka ga këti. Tha, i thash, o i sholla ka ga Gjermanit. Tha, se si na, tha, ko sa dush. Bravo, shumë bravo, do të gjitje. Unë kur ka morë me Gjermon këto, Po? ajo e ka një rrogë shumë të madhe në Gjermani, tha, unë jam e kënaqshme, edhe besoj se muj me jetu me 1500 euro këto, në Kosovë. Këto mas pari, ku që është, e ki naturën e bukën. 8 muj e ki vitamin D. 8 muj vitamin D. Në Europë i kena 12 muj mjekësi. Tablete, asetoj, medikamenta për më shëru. A këto s'ki nevoj më marrë asë një Ti medikament. të kemi në të gatë Daud Demokut. Jo, se po më vjen mirë që pas ke bo për parimet mrekullueshme, se është një rregull që thëtë mjeshtri, kur e marrë shpinë, nuk e marrë vesh mjeshtri shpinë, po dhe shpia e ndërton mjeshtrin.
Edhe ti pas në misionet gjithfare, për që kur të kom njohët atëherë, deri tash pas ke boksimit mrekullueshme, me ditë me gjithë njerëz të këtilë, me pas në mision, që ju të shmojnë se në Kosovë jenë kushtet dhe mundësit 100 herë më të mira se në Perëndim, edhe me shpejtësit jashtëzakonshme ka më kriju infrastruktura qaq e favorshme për kthimin e gjithë tyne, e sidomos turizmin agrarën, turizmin malor, që mund të bëhen mrekulli. Do më thonë, kjo është ajo që quhet edukim i popullit përmes medjave. Unë jem gazetar i vjetër, e di funksionin e medjave, kam qenë 8 vjetë në kryetari i komisionit të pavarur për media, prandaj të krysh kësi funksione, këto nuk jenë mo emisione, këto jenë tash misione. Bravo, Dr. Ligje. Faleminderit shumë. Duhet. Unë e di që ti edhe ndihmon kështu shumë zakonisht. Kjo shkon me mundësi që atë ndihmon njëri. Baci Davut, unë kam shumë shok në Gjermani, se janë me kushte shumë të larta, milionera, dojnë më këthy në Kosovë dhe në Shqipëri, në vendin e vetë. S'dojnë më punu për atë frymën e Europës, po dojnë më punu për vendin e vetë. Unë ndëgjova dhe parës është një burë shumë i mirë në Amerikë, dojna me ba një organizat, krejt kush këthyhet, mund të aku bashk, edhe me ba si një fest. Jo më shku të ba festa si janë të ngru fe, po më ba festa si janë të këthy në vendin e vetë, e dojnë me arrit bashk, e dojnë me punu bashk, edhe me ubzu bashk. Bravo, Dr. Ligje, kjem me Dr. Ligje. A shini çfarë fuqie, çfarë dashurie, atë dashurie kanë marrëgjimtarë që thamë përpara çka kemi bërë për ta. I dëll fjolla më herë, halo po komisioni. Në pasaportën e Ahmet Zogut, mes këtyre këshillave që të flasë shqipe ta prezantosh kombin kështu, është një nënvizim fenomenal. Duhen e atë dheun sa e duhen marrëgjimtarët. Ja zakonisht. Sa ma larga atë dheu t'jesh, që është me modë dashuria për vendlindje, sa ma largë t'jesh atë dheu që është ma shumë bie nërmen, se e ki për detyr atë vendlindje tonë të alosh pak ma të bukur se që e ke gjithë. Se është detyr e kryusit, se jetë a jesë për para, se secili brez nuk është të thonë një brez me kry të gjitha detyrat, që ato e pak më parë që prezentuam nga të kalendarin. Po, secili kryen hisjen e vetë punës. Dhe jeta e së përpara dhe hapa sa për secili brez, jep shtafetën tjetër. Kjo, më bo si shëqat, më bo si bashkësi, si quaj që shdush. Nuk besoj që ka gjë më të bukur që e shpreh atë dashurin, e sinceritetin, e burnin, e kombëtarën tonë, se tjetër është me folë lafe boshe për atë dashuri, e tjetër puna konkrete, praktike. Shqipojnë kështu e bëjmë për herën. Për herë e bëjmë, jo për me shqit poza sa dush. Po, a ke dëgju për Peshkupin e Kosovës, Nikola Gjukën? Kam dëgju se për cili misionin tanë shumë, për profesorin, Nuk diskutuar. Ndëgjoj shumë, e marrë shumë kohë edhe me ndëgju, mësoj shumë. I hujt me mësu. Për Priftin kam dëgju shumë edhe e du shumë. Unë jam shqiptar i besimit katolik, po për këta është shqiptaria në pyetje. A je i gatshëm me në ndihmu kishës auto që fole shqiptar ju mu? Peshkupit Kosovës edhe kishës. A më në ndihmu, a ju veç me thonë? Se kamerat për gjërojnë. Baci Davut, o të mbo presion. Ja. Sandri, kumbi ju në shqiptar, ndihet edhe njihet për një këmbë se ndihmon shumë. Me zemër të madhe. Me zemër, me të vërtet. Me të vërtet, në vendin tonë, për do vite, për mes medios që kemi shëku, për zirje, shtirje, jo kjo fje bukur, jo fje bukur, na vetëm një të dim se një zote kemi, ose orën të në me një fje tjetër, unë në zotë besoj. Na kemi shqiptarë në Gjermani, është i përshevës,
Jeton në Dresden. Emrin? Nuk jopi emër sa më burri madhaj. Ha? Atë emër do të me prunë këtu. Sa është bajmon se do të mohu me trop. As kështu. Jo, më në shumë më i shkurt, po me zemër ndihmon shumë. E lën veten kush e di keq edhe Ka ndihmon. shumë njerëz që kanë pare, po s'kanë zemër. O burr i A përshef. vëmëzë? Mërë një herë me veti në Bayern, Ha? në Gjermani, më tha hajde kam një takim. Ku shkoj erë një upesh i kishës, edhe ai nuk më tregoj. Një Gjerman i thot, ky është filantistiki për atë shokin e përshevës, thot, ky i ka pagu dyrët e drejtorët e kishës. Ajo është një pare e madhe. Edhe për këqyri thash ti, pse s'na pritën qash, në Gjermani nuk presin me bukë, super na kemi zanat. Po du më thonë shqiptarët ndihmojnë edhe jashtë. Jo, Ai besimit musliman? Ai besimit edhe mas mbrëmi unë u prezantova, jam filantistiki, o e pava ai katolik, mendoj se ai, ky tha unë jam filon, i tha musliman. Edhe u pre. U peshvi. Edhe e falenderoj 2-3 herë. Po du më thonë edhe i tregoj se na jena shqiptarë se ndihmojnë. Edhe ju falenderojmë si jetojmë në Gjermani se na keni ndihmuar. E vërtet. E kemi një rast tjetër, një rast shumë Hajde. e kemi Gjan Berishën, ambasadorin e Ndjerit. Ku Andrej Xhami, si e kanë shtrinj dorën ka jo para. Ma do të kite për Gjan Berishën. Kishën e shpallit, e ka ndërtuaj, Gjan Berisha në Hamburg. Kur akon koha e luftës, i pare i akon, kur ka shku në Shqipëri, i ka dërzu kufirat me pare. Halo, po du më thonë që a jemi na shqiptarë, gjithë ku ndihmojmë. Te për dëna me dalë. Unë e këti burri, në kohë se është, për kom, Ja, është. është, edhe se rri për kom, vish për kom, për flamur të unin, për gjuhën të unë, 24 orë, kemi ndihmu krejt në bashkë. Më keni të shqip. Çka sonte për dëna konkretisht? Ej! Ja ka dalë profesor të zëjme diçka se na O pasazhije. djali, o Unë një djali. pasha 1000 pula në shpe, 30% kam jo, 300 pula. Bravo, Një bravo pasha- Davide. Bolla. Një pasha 10 Ishte euro se në vjen shpe, se 3000 euro paspori kam vjen jo. vohet për pashkët, i vjen sinqerisht pro. Po një kam ju betu, kam ju garantu se s'kam Nuk e me di- njëri pa pyt, mi Nuk e di se ti u rrëmbeve mas ndërtrokitjeve. Një poqa 1000 pule, 300 pule i ka. Një poqa 10.000 euro, 3.000 euro i ka. Një gjeni, nuk është dhonja e vërtet është aja dhonja kër e jep me gëzim. Kur dhij me diçka, nuk e ke dhonë, pa ke humbë. Qoftë, të kujtohet në Betlehem, kur o mbyll tregu, dhe një grua jep 30 cent. Krishti e mbyll tregun, të sot ndodhi dhonja me madhe në botë. Se kjo grua, kjo non, ka dhonë krejt ka posë. Ju tregtarë tjerë këni dhonë 10%, 5%, 2% e sajnë e caktume. Kjo ka dhonë krejt ka posë. Qas ka posë. Edhe për luftarët, edhe për këta dëshmorët, edhe për krejt, kanë dhonë, dhe diko në hera, diko këta. Qka ka posë me dhonë ma shumë se jetën? Qka ka posë me dhonë ma shumë se jetën? Unë në kish nuk shkoj shpesh, po dilën, se... Apo të dhime gjëta pule se profesor. Jo, pule. Për Qatë mu, të ishte unë jam më i ta besimit katolik, për me besu në Krishtin për para, i thiri herojt e luftës, edhe se janë gjallë, heroj janë për mu, a i se ka pushkën dorë, për qëtë lirin, për mu këthy unë. Se mes që shënkon ata, sot si jemi të këthym këtu. Asë një nga në. Po, Unë me shta kësha mbyllë emisionin. okej. Po. Ja se këshem by se e kena një sërbizit interesante. Dhe vonë pulat i banëm për kish. Pullet i përmeja. Ta gjithë që aty në kanë met kafozat. Po pa i kërku njerë, pa i hangër bashkë, me Bacën Daut, si merë këtë. He, bravo, që Do të marrë dhe profesorit e mi mi vizitu. Mos unë jem me diabete, i kam Jo, profesor, se dalese. kjo, kjo po të kepe po mirë ushqyrje, se tha ma herët. Po? Po, pulat me hi, tha, për sheke. A. Ti qatë mishin e se saj pule kime hongër. Ja, pullet Kena me me pre hife. bashkë, Mare, po na djek kena me mishin se pa përzit nga një tha bashkë, të. edhe me krejt kushërit e mi, unë të se përgëzoj- familje Gjini na jena shumë një familje madhe. Apo? Edhe në Kosovë, e vetëmja familje Gjini se mbledh një mbi 500 vetë, njerë në vetë në Zvicër.
Mbi 500 vetë. Mbi, si familje Gjini. Pushërin, Nipa dhe Mirsa. Jo, për të përgëzoj për hithrat, se hithra është në bim ushqyse, bim shëruse, është mretresh. Me hithrat jenë të jashtëzakonshëm ndihmojnë për diabetin, por nuk e kam ditë se ndihmojnë shumë për reumën. Edhe ne kam tepru një herë, a kur ti ushqesh pulet me hithrat, dhe me thonë ke garantu ushqimin e shëndetshëm. Edhe me dezinfektim, edhe krejt helmet e herbicidit i zavenson hithra, edhe të rej për këtë punë pranej deri që tash, ato që kam dasht unë me i po në praktik, në jetën në ushqimin e shëndetshëm, në shëndetin e popullit, deri që tash për përgjigjit tuaj e më jashtëzakonisht i kënaqshëm. Shumë faleminderit. Diçka interesante se e kam një surprizë, në fond për bacendaut, por para se më ftu surprizën. E keni diçka interesante që thu korona është diçka i veçantë për mua, pse? Sadre, mbi 90% janë vllazën e tënë janë musliman. Ti kur ti dush vllazët do të më respektu dhe fen. Edhe e vetmja është një jo Bibël, po Korani i shenjtë, se thotë e ardhmja është Krishtit, Jezusit, a jam gabim. Domethënë Korani flet për Jezusin, për Marin nuk bën dallime. Normala është libra shenjtë e jona. Nuk është sa dhe muslimanëve. Po, më muj mi hek. Më pëlqen? S'ka gjë më bukur se mi hek këtë përzime. Se na, sa herë për lami e shtim njëri tjetrën për fe, aty janë djalli mrenda. Nuk është personi. Edhe duket djalli duket çfarë sigurone. Pse unë mes me dashur bacendaut se musliman, kë vllovi jam. Nëse ngroj fen, veç mos më prish me bacendaut. Po vllovi jam. Oh, bravo. Ose ashtu. Shumë e mirë që kja, s'ka me gjatë tjetër veç me po një surprizë për bacendaut fond. Mjaftoni një njeri special, e ka përmend fillim të emisionin duke dia i kujtohet. Njeri special? Po, Ku me ka film njeri në special? retrospektiv. Jo brallahu në ka lipi njerëz normal, jo special. Ja, ajo është edhe normal dhe special. Hajde të shohim. Ai ka thonë gjithçka për kub, më thonë pak më herët. A ftojmë? O steperisti kosharës vjen me neve sonte, hajde. Ti kem bashkë. E kena posë në mision më herët. Je pushke mushte. Je vroj fort. A je me se smërje. I love you. I love you dhe në ty. Si, mirë. A ka mundësi i mull me juve? Si një Urma. Pas mikrofon si kom në burë se ta surprizë, anë për surprizë. Shaki, ke pruna i sofër për mesha? Jo, është kështu. Pullat u siguron të sofra. Bravo. Shumë doka shumë hek. është me qatë. Mase je mollë shërë ty të këmë thonë edhe e bënë kësi emisione t'jash zakonçme. Faleminderit shumë mos. Ku e mora vesh se e keftu bacendaut edhe drejkon tonë Nikol Gjukta. Shumë respekt adin edhe në burën më të mirën që ka vendosë më këthy, po deshta special, djenia, pasuria e tina, që është pasuri kombëtare, që ka dhonë për atë dhe dhe ka dhonë për qëtë popull me qëtësu popullin me rregullu, me qitë në rrugë Zotit, edhe feja, edhe kë pa qëton nuk mund nuk funksionon kjo. Kështu jenë bashku pende pushke fe e punë, inshallah dhe Zoti, tashti pak ka ndëgjova unë këtë në debat, Daud Demoku e përmeni si na ishim dikur, Drenica 80% ka qenë ortodoks shqiptar. Kështu që nëse fillon ju nga hapi parë, minimu këti me banor, se këti vynë banor. Po, kisha pa besimtar s'ka kur gjë? Si do telefoni ma pa thonë bateri nëse është. ti- Atëherë unë me shtoj mbrojë juve sa të muj. Kjo dhërohet për pacientat, a? Po, kjo është dhërat për ty. Për mu. Këto ma kanë dhonë, ma kanë marru shok nga Rashina, invalid i luftës, Abdullah Edini me Nue Edinin, po edhe këtë ata shok që kanë dirë gjak në Rashin. Snajperisti Kosharës. Veni maj miri për me lonë arhivën tënë, është kjo të Dionia ku vlerësohet edhe snajperga. Qurë kom. E këzëfsh në arhivën tënë, një jem kënor me ty, Falënderit. një jem kënor me juve, Edhe, apo na, po, basadot më falë, po. Qësaj, kur përmenu që kjo, unë jem rritë kull, edhe
kur s'ka pas lafe tjera, as për ekonomi, as për dashuri, as për politik, veç runa zot mos korritmi. Plaka mush, haliti qit, i modhi zot mos na korrit. Krejt ka qenë problemi edhe njëra në qeliza i këmbo, njëra në luft. Njëra në qeliza, njëra në luft. Me edhe deshta, s'deshta, s'kom ku shkoj jashtë qisaj, sepse jem rrit me ta dhe falmeri shumë. Mëse da o të gëzofsh se kjo ka venin të ti. Kosharja ka qenë simbol i thymjes që ati kufini shqiptar. Kosharja ka qenë sakrifica që nuk mund anëshkalivat le të ku shka dorë. Dhe kur ka kris pushka, ka nru lafet. Pa kris pushka nuk do të rëshin laft. E vërtet. Faleminderit e ti prej Amerike me lënë krejt pasunin tonë që ke thonë. E ardhë në koshare. Ty ta kom bërsh respekt. Trujt zoti pa të daut. Unë më jem kanoa me gjithë familje që Sadri falemirit shumë. Falem për të dohet edhe për këtë emision t'ja zakonshëm që e Kur pas bo be mës më shku në emision e mo pa i bo shtetit 18 vjetë ma theve menin për falemirit. Falemirit sirësi. Falemirit për gjithë dhe për fund. Shumë respekt. Është Augustin i vogël, vjen sonte special me një dy kong. Me knasi të vëmë gjurë. A ftuar? Patjetër. Hajde. Hajde.
Kedhan e burra se kur nuk vdesin, o në histori për do të mesin. E jasrab nim nuk do t'kedë marë. O, hajde. Masa do 2 fjallë për këta
Trima për këta quna, edhe për mbyllmi, në fond. Është një poezi e Mark Krasniqit për Qitelin, thot, sahar jam vetëm kull, moje bukure thjesht e vogle Qiteli, ndalim ka pak edhe flas me ty, qysh ka mundësi, ka që vogël, ka që thjesht, në 2 telja, krejt vujtja e popullit tim, krejt gëzimet e idhnimet, tëna i kitë mbledhë në ty, edhe ti ma mbajt e shpirtin gjallë, e nuk mbledh me vdek, sepse më tregove se kjo tokë ka rrit burra, edhe kjo tokë që ka rrit burra, kur nuk ka me met pa burra e fuqi që luftojnë për atë dhe e për liri. Bravo, faleminderit shumë Gjeshi. Po, ndërlidh masi erë muhabeti. Marash Krasniqi e kesh pa pas një dasëm drenic, e kesh pak nuk fort Marash Krasniqi. Tha po një dën e cak, tha nuk mu i keme ditë se për para katolike kështu nuk e kanë ditë si unë në din. Gjënë shqiptarë. Po, edhe tha, ja bëjke e i tha, shuj se u katalik. Tha po kërë ka moshë për thot ati blau këtër në aqë. Tha gjënakët ti me konë katalik, mësë më koni ju, në edhe ju. Ju lumë goja. Musa do lusën, faleminderit shumë. I love you to you. Të rritë një ma i mje ku kënë botë. Kjo është pasatin në uati që e përshëndetë më herët, edhe kjo është ai burë që thamë që i ka ndihmu Peshkupit Nikola Gjufka për kish, për një është babaj i Alban Hutit. Faleminderit shumë. Pasatin, faleminderit. Respekt për ju me gjithë.